Brenda një afati 28 ditor, këto punime duhet të kishin përfunduar. Bëhet fjalë për rikonstruksionin e godinës Shaban Demiraj, për të cilën ndërmarrja e shërbimeve publike pranë Bashkisë së Vlorës ka shpallur një tender në datën 10/4/2026 për rikonstruksionin e kësaj godine me qëllim realizimin e zyrave të ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe drejtorisë së taksave të Bashkisë së Vlorës. Tenderi, i cili u mbaj në 10/4/2026, ku fitues u shpall në 30/4/2026, tregonte nëpërmjet prokurimeve publike që afati punimeve do të ishte 28 ditë, ndërkohë që punimet janë thuajse në faza fillestare. Punimet për restaurimin dhe rekonstruksionin e zyrave të ndërmarrjes së shërbimeve publike në Vlorë rezultojnë ende në fazat fillestare, ndërkohë që sipas afateve të procedurës, projekti duhet të ishte drejt përfundimit. Tenderi me objekt të restaurim zyrash, rekonstruksioni i zyrave të NSHP, ambientet e ish shkollës Shaban Demiraj, ka fond limit 2.083.179 lek pa ATVSH. Fituesi i procedurës së shpallur operatori ekonomik Doksani GSHPK, me ofertën e 1.760.683 lek pa ATVSH. Sipas të dhënave të publikuara, fituesi është shpallur më 30 prill të 2026, ndërsa akozgjatja e kontratës është 28 ditë kalendarike. Kjo do të thotë se punimet duhet të ishin në fazën përmbyllëse, në mos të përfunduara. Megjithatë, në terren situata paraqitet ndryshe. Punimet janë ende në nisje, duke ngritur pikpyetje mbi respektimin e afateve, si dhe ecurin reale të zbatimit të kontratës. Në garë për këtë tender morën pjesë 2 operatorë ekonomik, Doksani GSHPK dhe Dyze Construction. Procedura është zhvilluar nga ndërmarrja e shërbimeve publike Vlorë me burim financiar Bashkinë Vlorë.